një mësim që shejtani ja ka mësu Ebu Hurajres. Bash shejtani ja ka mësu se qysh më urujt prej shejtanit. Do me thënë, armiki e ka kallzu sekretin se qysh më urujt prej shejtanit. Kallzon Ebu Hurajra radiallahu anhu, thot më kalon Rasulullah alayhi salam me rujt sadakan, edhe më kanë të rujt natën. Thot e kum një dikan të marë prej ushqimit, edhe më shku e kum zan. Kur e kum zan, është kanë plak i vjetër, i më shumë. Edhe i kum thanë që kum e dërgu të Rasuli alayhi salam. E ju është anku, i ka thënë liram se jam i vjetër, kam familje, jam nevojtar, liram. E kjo e ka liru. E kur është ba sabahi, i ka thonë Muhamedi alayhi salam, pa i kallzu heq historin, i ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka thonë, çka ka ba robi jëtë pram, që e ke zanë? Çka ka ba? Thot ja Rasulullah, më është anku, ka thonë që ka familje, është nevojtar, e kum liru. I ka thonë Muhamedi alayhi salam të karajt, e ka më kthy apet, e o shku, me rujt e borerat nesrit, natën. Thot e prej fjales të Rasulit alayhi salam e kum dit që ka më kthy. Se më ka thonë Rasulullah alayhi salam, bindje plot, e kum rujt, e është kthy. E ka nis me marë prej ushqimit e kum zanë. Edhe i kum thonë kum e dërgu të Rasuli alayhi salam, ka thonë mos më dërga, liram, po shkak se jam nevojtar, kam familje, kam fëmi, liram. E ka liru. Ebu Hurajra radiallahu anhu, e të nesërmit i ka thonë Muhamedi alayhi salam, qa ka ba robet? Thot e kum liru ja Rasulullah, mu është anku që është shumë nevojtar, ka familje, ka fëmi, e kum liru. I ka thonë Muhamedi alayhi salam të karajt, e ka mu kthy apet. Thot Ebu Hurajra e kum rujt edhe natën e tretë, për shkak se e kum di që ka mu kthy, për shkak se Muhamedi alayhi salam ka thonë që ka mu kthy, edhe e kum rujt, edhe u kthy, natën e tretë. E ja ka nis me marë prej ushqimit, e kum zanë, e kum nalë, edhe i kum thonë, kum e dërgu të Muhamedi alayhi salam. E kur i ka thonë kështu, i ka thonë mos më dërga, unë po ti mësoj do fjalë të cilat të ruajnë prej shejtanit, ama ti mos më dërga të Muhamedi alayhi salam. I ka thonë cilat janë ato fjalë? I ka thonë kur shkajsh me flajt, thuje ajetul kursi, të spidoven që e njohin popli. Thuj, Allahu la ilaha illa hu, el hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa' 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. E ka me të ruajt Allahun nëse thu këta dhe nuk ka me të prek shejtani. E ky u shkut nesrit. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka ba robjet? Ka thonë, ja Rasulullah, më ka thonë që po ti mësoj do fjalë të cilat kanë me të ruajt për shejtanit. E ka me të ruajt Allahun nëse i thu këto fjalë. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, çat ka thonë? I ka thonë me thonë të spidoven. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, ta ka thonë vërtetën, edhe pse është rancë. Ta ka thonë vërtetën, e është rancë, mirë po këtu ta ka thonë vërtetën. Tani ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka thonë Abu Hurajra, a e din me kanë ke folë që të rinet? Ka thonë Abu Hurajra, nuk e di ja Rasulullah. I ka thonë është shejtan. Shejtani u kanë që të rinet që të ka ardhë, e është rancë, mirë po në këtë rast ta ka thonë vërtetën. E shefo musliman, sekret i mësum prej shejtanit se qysh më rujt prej shejtanit. E lusëm Allahun azza wa jall që më na bë për atyne që sa shkojmë me flajt e thojmë të spidoven. Por fund për ju thamë, musliman më bëna Allah, kështu nuk është zakoni jami mi u fol muslimanve në kësi gjendje kështu. Mirë po, për ju thamë si musliman, ma dashti zemra këtë hadith kërë kujtova, e shpresova që me dalë prej zemrës. E di që kur del prej zemrës, shkon të zemrat e muslimanve. Këta jo me sigurt që kur del prej zemrës, shkon të zemra. E shpresova me zanë këtë moment kur del prej zemrës. E lusëm Allahun azza wa jall më na fal, shkak se muslimanët e parë nuk kanë fol kështu për fe, që shfolëm na to jetë sudhës, to jetë së në kerë, kështu s'kanë fol muslimanët e parë. Muslimanët e parë kur kanë fol, ju në koncentru, ju në përqendru, jo që shfolëm na. Mirë po, shpresa jam ke që me zanë zemrën që si gjendje që me kallzu këtë hadith për zemrës. Në këta jam e sigurt që kur del për zemrës shkon të zemrët.